Mirëmbrëma nderuar teleshikues të televizionit Dugazhini, mirë se vini në emisionin Burra dhe Gra, Gra dhe Burra. Sonte kemi një musafir shumë të nderuar, një personalitet në botën e artit, filmit, kulturës, por ju garantoj që tek ne është shumë pak i njohur këtu në Kosovë, pak më i njohur në Shqipëri. Ka ardhur nga Amerika dhe do të zbuloni gjatë emisionit që do të kemi pse ka ardhur, cili është qëllimi që ai viziton Kosovën dhe mirë se vjen Fatmir Goga, regjisor. Shumë faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta. Faleminderit. Faleminderit edhe për prezantimin. Shumë faleminderit për mu, për Mirlinda Dreshen është nder, gjithashtu kolegja ime edhe Ylle Dreshaj. Faleminderit. Nderimi është edhe nga ana ime, gjithashtu nuk ka lidhje në Shqipëri apo në Kosovë, edhe pse në Kosovë është më pak i njohur, rëndësi ka që të kontributin që e për të dy po mendoj shtetet si për Kosovën dhe Shqipërinë, po të konë vlen gjithmonë shqiptaria, kështu që një bravo shumë e madhe. Faleminderit. Krejt ky farë lavazhe që e bën Ylli është se ky ka pretendime me morr në gocë maton Kalimashit, tunelit Kalimashit, edhe ban lajka ky çështë se do më martu në Shqipëri. Fatmir, temën e parë kemi caktuar ne bashkërisht që të flasim pak. Është e vështirë për një njeri me u integru në botën perëndimore, po në pikat shkurtra kishim pas dëshirë me na bëni prezentem. Kur ke ik prej vendlindjes, edhe çfarë filmash ke bën që njerëzit që na shikojnë me hy pak në faqen tonë me i pa filmat. Po, faleminderit. Do t'i lidh se janë të lidhura pyetja juaj, është lidhur edhe me fatin edhe me jetën time, si të thuash. Unë kam ikur nga Shqipëria në 1992-shin, edhe gati nuk jam kthyer që atëherë deri para 3 vjetësh që u ktheva në Shqipëri. Edhe tani unë jam njeriu i duhur mbase që ma bësh atë pyetje, sepse kam qenë në Itali, pastaj kam bajt në Kanada, pastaj kam shkuar në Amerikë, edhe kam parë shqiptarë, kam parë migrantë tjerë të profesioneve të ndryshme, me suksese ose falimentime të ndryshme. Kështu që t'i përgjigjem shkurt pyetjes, nuk është një formulë që mund të aplikojnë gjithë. Unë kam bërë një filmi i parë që quhet Arkitekti, The Architect, në anglisht, e kam bërë në Kanada, pikërisht për këtë temë. Aty tregohet një familje shqiptare, edhe jo ikin nga Shqipëria për varfëri, unë kam zgjedhur një familje shqiptare që ikën për karrierë, për një jetë shumë më të mirë se sa ajo që gjen vendlindja, edhe filmi është një dramë e papar. Pse? Sepse lind gjithmonë si të integrohesh. Edhe fillojmë pastaj, çfarë profesioni ke? A e din gjuhën? Është kollaj ti thuash tjetrit ik, ose është kollaj të thuash do iki. Po ku do ikish? Çfarë shteti? A e din gjuhën? Çfarë profesioni ke? Të merr 3 vjet, minimumi 3 vjet që ti të fillosh të hapish syt në atë vend ku je. Kështu që për mendimin tim, gjithsekush duhet bëj atë studimin e vet para se sa të shkojë, qose ka ndërmend që ti iki. Unë duke fol për këtë që the gjuhën, po më kujtohet vetja ime kur jo marratis në vitin 1982, në shkurt mars, edhe kur kam dalë në Austri, në Vjenë, njeriu i rrëzohet totalisht piramida e jetës. Dhe më thonë ti ik nga një vend ku e ke shoqërinë, gjuhën, shkollën, edhe vjen në një vend ku e ndjen veten totalisht idiot, budall. A kupton, as nuk di gjuhë, as nuk di me numru, edhe ndjen veten, është moment i papërshkrueshëm. Fillon nga zero. Vetëm se nuk je bebe që nuk din, tani ti je një i rritur që e din që po fillon çdo gjë nga zero. Sakt. Kështu që për mendimin tim koha e emigracionit ka ikur. Nuk është propagandë patriotike. Mirë, në atë kohë, për shembull, mendoj në kohën kur ke integruti ose je largu për mendoj pikë Kosovës, për një jetë më të mirë, atëherë nuk e pas kohë edhe mundësi për me mendu aty kjo mos tiki. Sepse ka qenë ajo koha kur kushtet ekonomike nuk kanë qenë shumë të mira dhe askush nuk është largu nga qefi, por është largu nga zori. Kështu që na tash gjeneratat e reja kemi pak një kohë pak më ndryshe që ne kemi kohë me mendu
se pse po shkojmë, tek po shkojmë, ose me thënë drejtën edhe kohën e fundit, nuk është që nuk I ka kushtet gjithë secili. Kështu që mendoj integrimi I kohës juve në atë kohë ka qenë që nga pamundësia për me jetu, nga kushtet jo të mira ekonomike, e mendoj që tashti për gjeneratat tona ka ardhur një kohë pak më ndryshe, që kemi mundësi me mendu pse po shkojmë, tek po shkojmë, edhe patyshim që sot asaj dite na kemi kohën tonë me vendos, se a mundem u largu, as mundem, e në atë kohë, ju se keni pas kohën e duhur për me mendu. Gjatë kohës në Kosovë, për shumë, ka nga lufta, që do të pyesësh ku po ikën, ikës po të jetën. Depërtimi për shembull I profesionit tanë, në profesionin tanë si regjisor, tha që keni kalun prej Italisë në Kanada, prej Kanadas në Amerikë. Amerika njihet si një vend që ose ngjitesh lart ose bie në fund të pusit. Është e vërtet. Kanadaja është shumë afër Suedisë, që ti e njeh shumë mirë, pak më kapitaliste, po problemi për shembull është edhe prapë lidh me filmin. Ai filmi që kanë bërë The Architect I tregon në detaj këto gjëra, këto probleme. Ti tani e zëm në Kanada, Kanadaja ka probleme me mjekët. Okej, nuk ka. Edhe ka mjek, gati po themi 50% e taksistave janë mjek. Pse? Sepse diploma atyre, në shkolla e thuash, po ata e kontrollojnë, prandaj ka një lloj standardi. E se varet ku ke bërë shkollën. Disa shkolla bëhen me korrupsion, disa shkolla kanë kërkesat më të ulta, disa shkolla kushtojnë miliona dollar, pa përmend tani që të bëjmë marketing shkollave, kupton? Ato ka vendosur, po merr vite, me mos me thënë shumë herë, ti nuk bësh kur mjek. Ose regjisor, aktor. Do bësh aktor, do vish në Los Angeles. Çfarë gjuhë e flet? Fillojmë që të gjua. Ne në Akademi të Arteve këtu mësojmë 4 vjet me fol shqip. Ti tani do vish atje, çfarë do flasish? Po, për shembull Mirlindën që po e sheh kështu më pasardh kjo në Los Angeles. Unë nisa në Hollywood. Am kishe marrë ti në film. Unë të kisha marrë edhe unë jam këtu fatmirësisht. Shiko, Los Angeles vin vajzat dhe djem më pashëm, më talentuar të planetit. So, konkurenca është e frikshme. Vërtet ka më shumë produksione, po konkurenca është e madhe. Unë mendoj që edhe në art është mirë që ti ta ndërtosh karrierën aty ku je, edhe kur ti e shikon që ai vend se ta tregon vetë karriera, kur ti e shikon që ai vendi ku ti je, Kosova, Shqipëria ose kudo që je, po bëhet I vogël, atëherë ti e ndjen që ka kohë të ikësh, kalu kufit. Të kalosh kufit. Edhe atëherë kur shkosh kur vish në Los Angeles, nuk vjen edhe do lutesh zotit Gjeshi po unë si kamariere, po vjen sepse ke fituar festivalin Cannes, Venecia, e kupton? Ke një si më thonë një medalje, edhe kur vjen direkt edhe vlerësohesh, nuk do fillosh çdo gjë nga zero. Por mendoj që fatmirë edhe puna kamarieres, unë mendoj që ki pilot kamariere ose kamariera në Kosovë po flas që njeh edhe personalisht, që kam përparu shumë edhe në karrierë, për edhe një punë dytë e kam pas që kam punu një hotel ose një bar. Kështu që unë I qëndroj asaj që jo gjithmonë ti dush me kone bukur ose I bukur për me përparu dhe për me pas kapacitet, nuk po flas për profesionin tonë, në përgjithësi për karrierën. Gjithmonë e bukur ka përparësi, sikur në film, sikur në media, sikur në shumë profesione tjera. Sepse kemi në Kosovë lypet kjo, shumë e vërtet, jo, në Kosovë vetëm bojnë mas bukura. Shumica aktoreve në për Hollywood janë shumë të bukura. Okej, modelja Gucci, modelja Dolce Gabbanës, ku janë të bukura ato? Ku janë të bukura ato? Julia Roberts, Nicole Kidman, krejt janë të bukura. Jo, pe marrim për shembull tash ku janë disa modele të Gucci, të Prada, Chanel, edhe këto që janë super të këqija më po kanë super kapacitet për mranda. Kështu që nuk është që lypet gjithmonë e bukura. Ndihesh që ndërpres, po flasim për dy gjëra krejt tjera. Tregoj. Unë të them një gjë. Tani nëse ti do vish do bësh aktor, po e marrim aktor sepse është më popullor. Do çohesh në mjes, do shkosh 8 orë në ditë në audicione. Jo një audicion. 8 orë. Mund të shkosh 12, 20 audicione. Kur ke kohë të bësh lekët për me pagu qeran? Kush do ta paguaj qeran? Kush do ta paguaj ushqimin? Kur ti shkon për audicione, do të vishësh bukur. Në 12 audicione që do shkosh në ditë, do të kesh 12 veshje ndryshe. Po ajo është shumë e vërtetë. Tani kjo është ajo. Tani që vim te pika juaj, mos ngatrojmë aktorët me modelingën. Po. Aktori më I bukur është ai që është origjinal. Ai që ka shpirtin të lidhur me ekranin që quhen syt. Për shembull, ju kujtoj një sken, se ju ja them shpesh aktorëve kur filmojmë.
të filmi Gladiatori i pari. Kur ai shkon atje, Gladiatori shkon edhe gjen djalin edhe gruan që ja kanë ndjekur, edhe është ajo skena që janë karbonizuar, janë ndjekur. Ai bie në gjujnë edhe i puth këmbët e djalit, që ishte i vari karbonizuar. Edhe ja puthën këmbët, edhe kur largohet, Jo, të Gladiatori nuk ka Mel Gibson, Gibsoni është e Braveheart. Tani, kur ky ka bërë skenën, ai po qanë prej vërtetë, domethënë nuk mund ta fekish atë ndjeshmëri. Ati pak përshtym i ngjitet te këmbët e atij fëmijës, edhe kur largohet ajo tërhiqet. Po ta shikosh me sy të ftohtë, është shumë e pakëndshme. Ama lodhët ati, për mua ajo është bukuri. Po kjo është... Ndjesia njerëzore. Unë për këto isha të dashur me thonë, se s'është gjithmonë vetëm bukuria, unë po mendoj tek pjesa e filmit, e aktorit, nuk është gjithmonë vetëm bukuria. Është rëndësishme që çka është në gjendje ai me nxjerr nga emocionet e tina të mbrëmshme. Mirëlinda po thotë që kur je bukur edhe mençur me ec për forma që ti më kollaj. Po nuk thash që vetëm bukuria ty ta mundson me arriti, për shembull, me qenë aktore shumë e suksesshme në krejt botën. Bukuria është një plus, mendoj, po. Shumica e aktorëve që janë super aktore, janë super origjinale, janë super talentume dhe janë shumë tashme të famshme, janë njëkohësisht edhe shumë të bukura. Gjë që ju kanë ndiku, edhe ju kanë ndihmu që ato me marrë rolet kryesore nëpër filma, që ato mu pëlqy ma shumë për publikut, që ato mu dash ma shumë për publikut, se pamja vizuale ka shumë rëndësi. Ama jo do më dëshmërisht bukuria është për një aktor ose një aktor. Fatmire, për shembull duke hy, kur e po Mirëlindën, tha, wow, çfarë femre, mendoj që veç punon TV Dugaxhen, i thash jo, e kam kolege aty, çdo njeri sa mi froshri, thot, nuk ka burr që kalon afër një femre të bukure, nuk e shikon, dhe nuk ka femër që kalon afër një butiku dhe nuk e shikon rrobat. Këto ditë që patëm festivalin Oscars, e shikova një pjesë edhe e vrejta që me vërtet shumica aktorëve, se cila me e bukur se tjetra. Ato janë shumë talentume dhe shumë origjinale, për parë të papë janë shumë të bukura dhe shumë të këndshme për syrin e publikut. Deshta më ndalë pak të kjo pjesa e fillimit të karierës, ka pasur raste kur unë kom dëgju aktore ose aktorë të ndryshëm që fillimet të tyre kanë qenë shumë spontane edhe ndoshta prej një takimi shumë të thjesht me një person që ka pas qasje në producenta edhe në kompani të prodhimit të filmave ndërkombëtar, do më thonë ka arrit shumë lehtësisht edhe shumë ta prap, që thonë në Kosovë, për me marrë pjesë në për filma shumë të rëndësishëm dhe të suksesshëm. A ndodh shpesh kjo, apo janë raste tepër tralla në fakt që i kanë këtë fatin telebingo që thonë ana? Shiko, e di në anglisht, unë nuk e kam hasur në Shqip që ta dëgjoj, po përkthehet shumë mirë në Shqip. Fati është, me thënë, të që ne e quajmë fat, është kur përgatitja njihet me rastësinë. Po. Me momentin. Që dhe në rast janë mbreti botës. Tani, për shembull, në qoftë se ti je pa përgatitur, ti mund njihesh me regjisorin, me producentin, po jo e përgatitur për talentin, se talentin në anglisht i thonë you have it or you don't have it. O e ke ose ke talentin. Nuk është diçka që mund ta falsifikosh. Kështu që është raste të ralla. Tani sa janë këto të ralla, varet se sa njerëzve të përgatitur u jepet mundësia. Po është rrallë. Sepse ti ke me miliona njerëz që du të bëhen aktor, edhe janë me mira filma. A më shpjegon për dy gjëra që janë me peshë të madhe edhe për neve në studio. Më ke thonë, kur jemi taku bashk para prakisht, që ekziston një shqiptar shumë i madh në Hollywood që ban muzikat e më të mira të filmave. Po, shoku im i ngushtë, Aldo Shlaku. Më spjego pak për te, pastaj do të pyes edhe çu është taku rastësisht atje me Bleona Çerrejtin. Se ne kemi pak emisionin kështu si fani, a di pak... Unë faktikisht duhet të them publikisht që jam absolutisht fans i stilit tënd të folurit. Mua më pëlqen që të flitet drejt, troç. Kretë të gjysumore për me ma thuje troç.
Sepse gjithë mendojmë atë, po nuk e themi. Kurse ti e thua dhe e mendon. Prandaj ke respektin tim absolut prej kohësh. Shumë faleminderit. Edhe e vlerësoj pa mas. Une janë dy gjëra që më kanë mësu me full troq në televizion. Shkolla suedeze e para edhe halla ime ndjerë dhe dasel, fliste për një gjonë shumë të vogël gjysmore, dhe unë kam qenë si fëmijë shumë kurioz, edhe kështu e shikoja hallën time, edhe në fund, 10 sekonda thoshte atë që doshte me thonë, i thëshoj hallë, atë që gjysore fulli, pra ajo qeshte. Kështu që gjonat me thot troq në mediat elektronike është artë shumë i madhë. Edhe vlerësoj. Tani, për Aldo është shoki imi, unë jam mik i familjes, Aldo është nga Shlakut e Shkodrës, por i lindur i rritur në Elbasan, edhe ka filluar si të gjithë. Nuk fillon marrësh punën, janë aktrimi në base edhe mundet nga njëherë. Po muzika, regjia, këto marrin kohë, që ti të marrish një film, për shembull, që të kesh, si që ka bërë Aldo, disa filma me Robert De Niro, muzikën, jo muzikë për atë filmin, po muzikën e filmit, të tërën. Aldo ka bërë, unë kam punu me Aldo në fillim, ka bërë muzikën e një nga filmave të mi, që do tjetë pas 2 muajsh, do tjetë edhe ajo në YouTube, falas, Being American, edhe është më të vërtet gjuhë Hollywoodit. Është i lindur. Po, bravo. Edhe është super i vlerësuar atje filmi i tij Comeback Trail, nëse nuk jam gabim, me De Niro, me Tommy Lee Jones, janë 4-5 aktorë të Oscar. Edhe do nominoje për Oscar, po nuk e di se çfarë ndodhi me Covidin, edhe iku. Domethënë, edhe do vi në Kosovë. Nuk e di tash ja bëj mirë sepse ai e ka ashtu do të bëj një koncert këtu në Prishtinë me gjithë muzikat e filmave që ka bërë ai. Super. Edhe po përgatitet Shqipëri, Kosovë do të jetë një super koncert. Që na e sjell në studio. Tani tregoj Mirlindës kur je taku me Bleonën. Po, shiko tani, Bleona është një personazh që gjithsekush ka përshtypjet e veta. Po, unë kam kesh 2 vjetër, po. Edhe Bleona, unë po tregoj diçka që jo shumë njerëz e din. Këtë anë Bleonës mbase, sidomos meshkujt. Është një kafe aty në Los Angeles, Earth Coffee. 3 minuta i kemi kohë me shpjegu, se do kalojmë tani në temën nesër, temën e dytë. Po, edhe jemi në jam ulur në një kafe ku shkoja gjithmonë, edhe po të gjet dikën që po flet një anglishte si të njohur, kthehem është Bleona, dikujt me ishte një agent i vet, i producent se çfarë ishte, edhe njihemi, edhe long story short, unë njohëm vet, të nesër më fton për drek në Sunset Plaza. Edhe shkojmë atje, restoranti super i shtrenjtë. Me thonë drejtën, thash, nuk ishte për kapacitetet e mia, nuk mund ta bëja, mbasi herë në vit atë lloj trajtimi vetes. Edhe nesër që ti bie shkurt fare, erdhi kamarieri, edhe unë si gentleman shqiptar që jam, ngutem edhe jap kreditkartën time. Ajo e ka bërë kamarierin që të ma përplasi mua kartën edhe më tha Fatmir, po më zit kam, më zit gjeta një shqiptar, tha, ti, unë tha paguaj këtu për lloj njerëzish. Ti do paguash për mua, tha. Edhe e ka thënë me gjithë zemër, edhe më ka prekur edhe më ngeli gjithmonë mendje. Më thënë, e pa mundur, një danoqe, i thonë Tiranë. Ajo është femër danoqe. Absolut. Jo, dhe artistat që i kemi jashtë nuk janë më së mirë njësë. Kështu që artistat që i kemi jashtë, apo shë sa mirë, e me nëzis ka pritë me thonë shqiptarën, dhe gjuhë shqiptarë, është që po e përfundoj me një histori 10 sekundëshe, që për parfymin që na ke sill për katunar. Se më vetë më harë, qa po të vjen era e mirë. Po bre. Edhe për juve kemi aty për meshkuj? Piano, unë e du për femra. Aty për femra? Me rejër pak, me lajmë. Erë me rrite, unë e vejte. Nia pak erë në femrave. Fatmir, lexova në Amerikë, pas ka qenë një njeri që i ka ftu personalitetet më të mëdha në darkë, femrat më të njohura. Po një super erë. Në vendet këtu... Ju ka dukë sikur është një femën aty në vend produktiv. Me vukte, Mirlind, me vukte, po është isha i den muri dashurun mu. Edhe këtë tipi ka ftu femrat personalitete si me thirrun e Mirlindën, e mësova taktiken prej ti,
vende shumë ekskluzive, t'ju kallëzoj edhe këtyre kamarierave, këtyne kamermana kurbona janë edhe këta. Robota kemi. Edhe ata, kur vinte faktura me pagu Merlinda, kë ikte, zhdukej. Apo kuptan? Kështu që qëte e kom mësu, temen nesër të ndëruar teleshikus, e kemi një temë super interesante, sa ka gjelozi në mes ne që jetojmë Kosovë e Shqipëri dhe ata që jetojnë jashtë, sidomos për kryust. Do të zbulojmë diçka shumë ekskluzive, se qka i ka ndodhë Fatmirit, por qka i ka ndodhë edhe këngëtares tonë të madhe e zonjes Ermenela Jaho, e cila është njëra nga këngëtaret më të mira të operës në përbot. Shihemi nesër ora 20:00.